Të shtunën e 25 korriku Termal Beqiri u ndalua nga forcat ajrore dhe hapësinore franceze, pasi fluturoi me një avion të vogël civil mbi centralin bërthamor të Penly, në departamentin Seine Maritime të Normandis, në një lartësi më të ulët se kufiri ligjor i lejuar. Piloti në këtë rast Termal Beqiri fillimisht fluturonte në rreth 1200 metra, pra 3700 këmbë, pastaj papritur uli avionin në rreth 3500 këmbë, duke shkelur kufirin e lejuar për fluturime mbi zonat të ndjeshme. Menjëherë pas identifikimit, autoritetet dërguan një mjet ajror ushtarak për ta shoqëruar deri në aeroportin Albertit në Somme, ku arrestuan në flagrancë. Incidenti dhe profili të ndaluarit ngjallën dyshimet forta tek hetuesit francez, të cilët në fillim nuk përjashtuan pistën e spionazhit. Gjatë kontrollit fizik u gjetën 3 pajisje AirTag të fshehura në trupin e tij, detaj që e drejtoi hetimin dhe drejt hipotezës që piloti mund të ketë vepruar nën presion ose kontroll të dikujt tjetër. Një burim tjetër e përmend këtë fazë timore si spionazh ushtarak. Në dëshmim para policisë franceze, Beqiri tha se kishte bërë gabim me uljen e lartësisë, pasi po fliste në telefon me nënën atë moment. Rrjedhimisht, versioni zyrtar i tij hedh poshtë çdo qëllim spionazhi e paraqet si shpërqendrim gjatë një bisede telefonike. Sipas mediave franceze, për fluturimin e palishëm mbi termocentral, ju dha një dënim me kusht plus një gjop prej 7.000 eurosh, pas së cilës u dorëzua tek zyra qendrore për luftimin e krimit organizuar. Pra vetë çështja e fluturimit u trajtua si shkelje relativisht e vogël, ndërsa çështja e vërtetë e rëndë doli të ishte identiteti i tij si i kërkuar ndërkombëtar. Gjatë verifikimit të identitetit doli se Beqiri ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar me kërkesë të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar SPAK në lidhje me skandalin e tendrave të Akshit. Akuzat përfshin heqje të palishme të lirisë, konkurrencë të palishme përmes dhunës, shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendra apo ankande publike, grupi strukturuar kriminal dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Termal Beqiri me kompaninë e tij Soft & Solution u akuzua se përfitoi tendra me vlerë 10 milion euro pas kërcënimesh ndaj konkurrentëve. Ndërkohë kreu i SPAK Klodian Brau deklaroi gjatë një takimi me gazetarët se prokuroria kishte dieni prej javësh për vendodhjen e tij dhe në bashkëpunim me autoritetet franceze kishte ndërmarrë veprimet procedurale për lokalizimin e tij. Zyrtarisht, arrestimi u realizua fal bashkëpunimit ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Lyonit. Brau tha gjithashtu se hetimet kanë zbuluar se Beqiri nuk disponon vetëm avion, por edhe pasuri të tjera në Francë dhe se SPAK kishte kërkuar më herët nga autoritetet franceze sekuestrimin e këtyre pasurive. Ndër pasuritë e zbuluara në Shqipëri gjatë hetimit të Akshit janë një yacht luksoz i markës Predator 50 Skyfall me vlerë në treg rreth 1 milion euro, i regjistruar në emër të një punonjëse të kompanisë së tij për të fshehur pronësi reale. Beqiri u paraqit para gjykatës penale të Amiens për të komunikuar zyrtarisht kërkimin ndërkombëtar në kuadër të procedurave për ekstradimin drejt Shqipërisë. Ndodhet aktualisht në paraburgim në Francë. Mirë dashur shikues, ky ishte inserti për sa i përket asaj se çfarë ndodhi me Termal Beqirin në Francë. Ne do përpiqemi sonte të analizojmë pak më shumë se çfarë fshihet pas gjithë kësaj historie, pasi duket se nuk është histori e lehtë. Termal Beqiri është pronar i Soft & Solution, i akuzuar për konkurrencë të palishme nëpërmjet dhunës, heqjes palishme të lirisë, shkelje barazie në tendra, grupi strukturuar kriminal dhe pastrim parash në dosjen Akshi. Sipas hetimit, kompania e tij përfitoi tendra këtu në Shqipëri në vlerën mbi 1.1 milion euro. Pas kërcënimesh ndaj një konkurrenti, kishte edhe kompani fiktive, EA Solutions, të përdorura si shtresë mbrojtëse, ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar me masë në arrest me burg në mungesë. U arrestua në Francë pasi fluturoi me avion mbi centralin bërthamor rreth 200 këmbë, është njësia makse e fluturimit nën kuotën e lejuar. Ndërkohë, tani ai ndodhet në paraburgim në Francë, por dyshimet kryesore që patën autoritetet franceze e lidhën pikërisht me çështje të spionazhit, pasi u gjetën dhe rreth 3 përgjues apo GPS në avionin e tij. Për diskutuar për këtë çështje dhe disa tema të tjera interesante, u kam të ftuar sonte në sken krimi ish prokurorin dhe avokatin Ervin Karanja, shumë faleminderit Karanja, dhe kolegun Rofsh, faleminderit, dhe kolegun Basir Çollagu, faleminderit Çollagu. Faleminderit për ftesën. Tani, ka ndonjë provë konkrete si u bazua dyshimi i autoriteteve franceze që Termal Beqiri mund të lidhe dhe me ndonjë rrjet spionazhi? Kanë qenë, le të themi, hamendësimet e para me referencë në normal drejtsinë franceze të medias
franceze që e lidhin aktivitetin e Beqirit me shërbime të mundshme. Aktiviteti i tij në fluturimin pranë centralën bërthamor, kur në fakt po instaloheshin, le të themi, aparaturat e teknologjisë së fundit, dhe dyshimet shkuan në këtë drejtim, në këtë adresë për shërbime. Përmendja e shtypit francez ka të bëjë me Mossadin dhe me shërbimin rus, përmendjet fillestare, le të themi. Tani konfirmimet janë histori hetjemore, investigimit që ndoshta edhe mund mos bëhet publike kurrë. Ajo çfarë vjen tek drejtësia shqiptare ka që më thënë drejtë më disi edhe jo fort mirë, por një komedi pak e zezë dhe nga reagimi i strukturës posaçme. Ne dinim ku ishte ai, kishim qullet e për çfarë dietim. Shpall kërkim ndërkombëtar se në vendimin e gjykatës strukturë posaçme, Mozjeti Albanez dhe e konfirmonte që shpall në kërkim ndërkombëtar. Tudian Brau, në takim me gazetarët se ju e përmendët, deklaroi që po bënë pak formal të takimin se shqiptarët duan formalitet, jo informalitet, se atje nuk dihem çfarë prokurori dhe çfarë gazetari. Pa dyshuar tek asnjëra palë. Patjetër. Por për shkak të transparencës dhe të cilësisë së seriozitetit të çështjeve të shumta që kërkojnë vëmendje të opinionit publik, prokurori, si në shumë raste, duhet dalë edhe të komunikojë me publikun. Natyrisht që shtypja është një ndërmjetës i besueshëm në pjesën dërmuese të rasteve, por kjo transparenca ballë për ballë edhe publikën do ishte më shëndetshme për prokurorin dhe për informimin. I referon gjithnjë një uftimeve zyrtare. Kam qenë si gjithë kolegët e tjerë, janë shumë pyetje që mbeten pa përgjigje edhe pas deklarimit të zotit Brau. E dini, më duhet nëse e dinte prokurori. Se ku ndodhe Ermal Beqiri dhe kishin disa kohë që e mbikëqyrnin. Ç'është kjo mbikëqyrje? E ke shpall kërkim ndërkombëtar. Shpall kërkim ndërkombëtar. E di arrestohet ekstradohet. Dhe do ta lësh edhe një 2 vjet bëj biznes ai. Ndërkohë që ai në prill të 2026 kishte hapur një kompani në Sloveni fluturimi me avion të blerë në Austri, regjistruar. Rreth 3 muaj ka prill 2026. Po 5 muaj pas shpallës, pas marrjes vendimit. Pri 5 muaj kelloi të bëj biznes në Austri, në Sloveni, në Francë, dhe ky nuk u arrestu se kërkuan Bravo me shok. Pra kjo është ajo, le të themi, e zigzagja e spagot që nuk bindë as ata që e thanë. Ti e di, arrestuan ata dhe ishte çfarë? Na përmendë që ka dhe biznes në Francë, e dim, në Austri, në Sloveni. Mjafton se cili për ne është të klikoj, të ulëmtoj dhe i gjen. Por sot ka dhe pasuritë të tjera. Në faqen e regjistrimit të bizneseve nuk është më njoftimi i Ermal Beqirit sot. Kam publikuar që di. Tani hequr kompania? Sigur, nuk e gjen, nuk e ke akses në informacionit. Atëherë, ky zotëria që thotë ne e dinim. Karanxha e di shumë më mirë nga ne. Ore zotëri, prokurori i çështjes ja përcjell prokurorisë përgjithshme që është ajo drejtoria e marrëdhënieve me jashtë, e cila ja çon Interpol Tiranë dhe Interpol Tirana ja çon Lionit për të aksesuar të gjithë vendet antar personin në kërkim ku ka një vendim gjykate. I kërkuar ndërkombëtar. Dhe nëse ai do ishte kërkuar ndërkombëtar, unë jam tërësisht i bindur dhe edhe duke pyetur ekspertë që merren me hetimin dhe jo vetëm, ai s'do kishte pas as kompani në Sloveni, as blerje avionash në Austri dhe as leje fluturimi në Francë, që për shkak të terrorizmit dhe sigurisë së shtuar, kërkoi identiteti i personit, i pasagerës, ka qenë dhe i pasagerë me të. Ka qenë dhe i pasagerë. Sigurisht që po. Dhe nëse ti rezulton në kërkim ndërkombëtar, ti nuk merr leje fluturimi, edhe itinerari që duhet përcaktuar. Pra janë shumë mungesa të dërguara nga Tirana, siç e tregon vija e aktivitetit dhe e sjelljes, dhe del prokurori ne e dishim ku janë. Po dhe ne e dishim që nuk është në Shqipëri, si prokurori si ai. Ç'na shet tani çuditëra ligjore e dinim se kush, por e kishim lënë. Është problemi i Spaku sepse ju tregua dhe rrugën që shkon në prokuroritë përgjithshme, drejtoria marrëdhënieve me jashtë, Interpol tani për sa kohë autoritetet franceze do duhet ta kenë pasur këtë informacion. Po të hapim tani listën e Interpol Tiranë dhe shohim ta që kanë vjedhur biçikleta ose kanë shit Bostan pa leje, i ke aty dhe lista e Interpolit ndërkombëtar. Kurse ky që i ka bërë nënën e Bostanin buxhetit dhe shumë të tjera, ky nuk është ky. Thjesht nuk ka qenë. Se e di zoti Brau për shkak të detyrës këtë histori, nuk është njoftim zyrtar, a e ke ndjek procedurë. Le ta marr, pse nuk e mori ta publikoj procedurën? Po, me filan datë prokurori i çështjes pas marrjes vendimit të gjykatës së krimit organizuar i ka dërguar prokurorit të përgjithshëm dokumentin përkatës. Prokuroria e përgjithshme e ka quajtur Interpol Tiranës në filan datë. Në këtë datë Interpol Tirana e ka quajtur Interpol Lionit, qendrës së Interpolit ndërkombëtar dhe po këtë datë ai është hedhur tek të dhënat, le themi tek kërkuar ndërkombëtar. Kjo praktik nuk është bërë publike, se nuk ekziston më. Nuk ekziston thua? Ku që unë kam kërkuar se kam gjetur. Prokurori nuk na bën të ditur, ai thotë kam ditur unë. Po zotëri, ti në moment që merr dieni ku është i kërkuari, i kërkon vendin përkatës ndalimin dhe ekstradimin, sepse e ka të pandehur të çështje që është organizatë kriminale. Pra ti ke lejuar një antar të organizatës kriminale të bëjë biznes gjithë Evropën.
Nuk është kjo detyra e prokurorit. Në gjykimin tim në paktën. Në qartë. Nga praktika që kemi hasur, prokurori është për të ndaluar kazat kriminale, jo për ta stimuluar të bëj biznes. Se kështu pas ai ka ditur, e kam lënë të bëj biznes në Austri, e kam lënë të bëj biznes në Sloveni, e kam lënë të bëj biznes në Francë, dhe kur ai deshu përmbys mbi avion, e arrestuam. Po të mos kishte qenë ky incident, a do ishin ndaluar Malbeqiri shpytja? Jo. Do kishte vazhduar. Prokurori do ta dinte, ai do vazhdonte biznesin, të gjithë të lumtur në mungesë. E qartë. Faleminderit Çollaku, do diskutojmë më pak se shumë ka drejtësie kjo histori. E ka arsye krejt. Çfarë kuptuat Karranxha? Në pamjet parë ta shohësh qetë, pra do të shohësh gjithë intervistat që janë dhënë për lidhje me këtë rast, konstatohet që Beqiri ka qenë i lirë. Pra ka qenë i lirë, ka dashur të bëjë. I patrazuar. Ka pasur kohë të bëjë xhiro me aeroplan. Ka pasur kohë të bëjë pikjata, se kur shkon me avion bënte pikjata që zbret poshtë. Mirë s'ka ardhur për plaset të spaku. I është afruar tokës, nuk kjo në Francë gjithmonë. I është afruar Oxhakut të objektit bërthamor, se ato ka një Oxhak që siç e ke parë. Me qipa, me vete, pikjata, pra nuk është i shqetësuar fare. Në qoftë se një person ka një rrezikshmëri të tillë shoqërore, gjithmonë referuar mbas asaj që ka thënë Spaku, është antar i grupit strukturuar kriminal. Merr avionin dhe lëviz nëpër zona të rrezikshme, sepse zonat janë zona bërthamore, që janë reaktorët bërthamor, janë zona të larta sigurie. Dhe ti referojmë luftës në Ukrainë. Pra është zona e Zaporizhjes. Sigurisë kombëtare në farë mënyrë. Zona e Zaporizhjes është një zonë që edhe kur bëhet luftë është me marrëveshje që nuk duhet bombarduar kjo zonë, se është zonë bërthamore. Pra ai ka kohë t'i afrohet Oxhakut. Ka kohë viz tregon që ky që ka qenë vëzhgim zbohet fjalë. Po ka qenë i lirë fare. I kompania këne, xhiro me avion këne, dhe po t'ishe kishte biznes edhe në Francë. Kishte edhe biznes në Francë dhe ai po ta dinte që do ta kapshë, ai kishte hik fare. Kishte ik domosdoshmë kishte dalë me avion. Që ai ka pas një lloj garancie për qëndrimin në Francë. Ai ka qenë me garanci, ka qenë i lirë. Pra shkrejt e kundra. Unë mendoj fati që ka pas kohë të marrë. Shtypi francez i the idenë që e kanë detyruar të fluturojë. Kjo është gjë tjetër. Pra një nga hipotezat e medias franceze. Edhe mund ta ketë Po, është e vërtet kjo. Shko bëj xhiro dhe rrotullohet te centrali që të kapesh. Sepse i s'mund të kapes, sepse që të kapes ose të bish në sy të policisë. Nëse është kjo që e kanë detyruar, është gjithmonë hipotezë, ti duhet bësh një diçka sepse kush e detyron? Kjo është pyetje e madhe. Duhet shohim se është pjesë e një grupi strukturuar kriminal. Duhet verifikuar që roli i këtij. Pra dhe kjo, qoftë është detyruar që ky dalë që shko bëj një xhiro me aeroplan, se dihet po të afrohesh kësaj zone, ngrihen avion. Interesante, tek faqa e biznesit në Francë, Beqiri shkruan, për mua thot Alsoft, është më shumë se një kompani, është një lidhje personale dhe profesionale me Francën, vendi që më dha mundësinë të kuptoj aftësitë e mia dhe zhvilloj vizionin tim. Ideja e krijimit të Alsoft lindi nga dëshira për të ndërtuar një lidhje midis ekspertizës franceze dhe inovacionit shqiptar. Kjo është, le të themi, ajo që shkruan në biznesin e tij në Francë. Ne i një lloj inspirimi në kuptimin e zhvilluarit biznesit. Pas ka shumë lidhje të shumë trador në Francë. Pra ky dihet se ku është. Ka kohë ngrihet me aeroplan, sepse një ngritje me aeroplan ka një protokoll, ka një rregull. Do shkosh, do paraqitesh, bëhet një kontroll fizik, sepse pilotët duhet të jenë gjendje kushte optimale. S'duhet flihet gjumë, pra të kesh bërë kohën e gjuhës të jesh plot, sepse s'paj të dhënë identiteti, kush je ti që më leje. Identiteti, pra ky është i lirë fare. Po tani fakti që kjo bën bra, kreu i SPAK thotë që ne e dinim. Kemi pasur djeni dhe po kemi pas bashkëpunim dhe me autoritetet franceze. Tani sa kohë do duhet ta mbash në vëzhgim një person, po pret të zbulosh diçka atje dhe ti e vëzhgon gjatë gjithë kohës, apo duhet vepruar më një herë në bazë të urdhrit ekzekutimit të vendit? Procedura, Karranxha, po drejt totali. Janë dy lloj procedurash. Për shembull, është procedura e kapjes menjëhershme. E ke aty në filan vend kapes sa hip të avionit. E dyta është dhe një procedurë vëzhgimi. Çfarë persona është? Dorëzimi kontrolluar, çështje trafiku do takoj. Nëse ne ndosim, nuk kemi vëzhgime që se cil takoj ky person, se do ta mbash në vëzhgim. Pra është në filan vend takoj këtë. Dosja e SPAK-ut nuk e ka nëse nuk ka pas vëzhgim. Pra, domethënë se kjo është veprim e lehtë, tjetrin ti e di që është jashtë, tjetrin nuk e kap. Mund të jetë edhe këtu. Po kërkon zbulosh diçka më të madhe. Nuk e kap, cil do takoje? Çfarë do bëj? Ti e ke persona aty e marr në vëzhgim, se gjatë kësaj kohe bën edhe gabime. Që takon. Dhe takimi personave është, tash nëse nuk ka dosje vëzhgimi atje, ose dosje
me teknikë operative ose me vëzhgime, me dosje operative që e ma, gjithmonë me vendim prokurori, sepse vëzhgimi që ne ç'na duhet, do të thonë, veprimet e palishme, Si lidhe aktiviteti i tij në Austri, në Sloveni dhe në Francë me dosjen që është në Tiranë? Sepse tagri jurisdiksional, ju dini më mirë se ne, nuk i thot Spaku të hetoj dhe çështje që kanë lidhur me Francën, përsa kohë nuk kishte një procedim penal në vendet përkatëse. Ai kërkoi për llogaritë të Shqipërisë. Ne nuk dimë deri tani të paktën që ai të ketë një procedim në këto 3 shtete ku përmendet. Jo, përsa kohë ka pasur biznes aktive. Po, nuk ka hetim. Përsa kohë Spaku e ka për këtë historinë e Akshit dhe e le 6 muaj duke qenë zdisur, më duket se më mori letrat rrugës. Mendoj që, domethënë, flas nga prokurori. Prokurori që nga çështja. Po. Ai bën procedura dhe procedurat bëhen nga prokurori i përgjithshëm. I kalon letrat në prokurorit përgjithshëm, masën e sigurimit dhe shpahet në kërkim ndërkombëtar. Tani duhet parë, Franca duhet të hetuar praktika. Tani Franca merr dënimi një herë atje, Interpoli janë organet të tjera, po, është automatikisht në sistem. Është në sistem. Ky person është në sistem. Tani problemi kush është? Nuk është më punë e prokurorit që të shkojë atje. Domethënë, nuk ka rëndësi prokurori e di, ai parimisht ky është një person në kërkim. Duhet shkoj shkresa. Janë organet ligjzbatuese të tjera, ekzekutuese, që i bin nga mrapa të çështjes. Siç i ka rap për çështje të tjera. Nëse ka shkuar dokumenti gjithmonë. Po, pra, mendoj që fati që është kapur kur ka bërë atë uljen e gabuar që ka shkelur ligjin në Francë, që i është ofruar reaktorit bërthamor. Që ka pretenduar se po flisë. Është flitur për këtë. Arrestimi është aksident. 7.000 euro gjobë është. E kanë verifikuar, hajde këtu, po, ti je në kërkim, dhe fati që ka qenë kërkim, ka qenë. Por, organet ekzekutive, kjo është ajo pasi që mendoj që duhet të jetë objekt debati, a kanë ndjekur të njëjtin stil ose të njëjtën metodë verifikimi siç kanë bërë dhe për raste të tjera? Sepse çfarë ndodh? Pra, organet që ti kur e shef një person në kërkim, pra kjo nuk është çështje më e prokurorit. Se prokurori s'do t'i bidhet faktis kapen një personi policore tepër tani. Është zinxhiri prokurori, është një zinxhir. Tani, prokurori ja ka hap krahun, fati që është në kërkim dhe u arrestu, tregon që ka shku letrat. Pra, ky person është kapur dhe do vinë në Shqipëri. Tani është ndjekur edhe për procedura tjera, sepse kemi raste të tjera, për shembull që organet e tjera ekzekutuese i ka ra nga mrapa shumë shpejt dhe këto duhet verifikohen. Pra qoftë biznesi në Austri, qoftë biznesi në Sloveni, edhe në Francë. Ne po thonim përse është vonuar arrestimi i Ermal Beqirit. Arrestimi është kanë përgjegjësi këta që janë marrë me ekzekutim, sepse duhet i sot për shembull bota është e hapur. Shkosh në Francë është shumë e lehtë. Ai ty të ka dalë në internet. Un jam i lumtur që jam në Francë, pra ti dihet që do jetë o në Austri, o në Francë, o ka diçka tjetër. Kur ai regjistron një biznes në vendet përkatëse Bashkimin Evropian, ai duhet nga vendi origjinës dokumentacion për gjendjet e penale, raportet me i dënuar apo i pa dënuar, ai duhet dokumentacioni për ta regjistruar atë biznes në vendet e tilla. Besoj se vendet e BE-s kanë një kriter filtrues të kësaj natyre. Po pra tani këta tani ka dhe gjë se ai duke kontrolluar Akshin mund të ketë bërë dhe letrat vetë. Ai edhe mund t'i ketë ashtu në sistem ka heqë emrin e ka bërë sigurisht në rregull, Timsin e kontrollon, Akshin e kontrollonte. Një dyshim më lindi këtu, nëse ka pasur vërtet Akshi në dorë këtë sistemin tim, sa mund të ketë fshirë ndonjë hyrje dalje, se kjo do ishte. Ka bërë vetëm të pakërkuar, ka bërë vetëm të padënuar, të pahetuar. Pra mundësi teknologjike i ka pasur ta bëj. Ai ka pas akses. Sepse kjo është dhe, domethënë, për mua është vepra penale më e rëndë që po heton Spaku sot. Pra, ti lësh një grupi strukturuar kriminal aksesin e pronave, aksesin e hyrjeve daljeve në kufi e sigurisë kombëtare. Ai mendoj nëpërmjet teknologjisë, ai ka pasur mundësi që kur të klikojnë këta persona që sepse sot bota kështu funksionon, çdo vend edhe në kufi për shembull. Ai shkon në kufi, nuk është person kërkim, viz gjithë Evropën, ndërkohë është. Por janë dhe kanale tjera komunikimi që sepse shkelja që ka bërë zoti Beqira është një shkelje e rëndë. I ofruar një reaktori bërthamor dhe jemi sot Evropa, në Evropë, zemër të Evropës, në Ukrainë është luftë dhe çdo rast verifikohet. A përbën episod hetimor dhe në vendin edhe hetimi i thëhuar ka si këtë. Sepse ai me mjetet që kishte, me hetim të thjeshtë, për shembull, çka ke bëj shkelje në rrugë, ke bëj një aksident, kaloj për shkak. Kurse këtu masa administrative. Ti je afruar te një reaktor që lidhet me sigurinë kombëtare, me sigurinë ushtarake dhe kjo ka bërë një verifikim më të thellë.
Por shkak të aksesit që ka se ka pas akses ky. Sot e kësaj dite këta kanë akses prap futen me sekonde i kanë dhënat e shqiptarëve. Pra e klikojnë dhe mund futen nëpërmjet hakerëve ndërhyrje të paligjshme dhe ky kur klikojnë autoritetet e huaja ky deli pastër. E qartë. Dhe kurse Ky që takuar dhe me Macronin, verifikimi ka një foto faktikisht. i thevuar sepse shërbimet ushtarake janë krejt tjera ata, janë të pavarur nga shërbimet civile. Se ato është siguria kombëtare e Francës dhe çdo rast verifikohet me shumë me profesionalizëm dhe se ata janë tamam që ka shtet se s'është si puna vendit që siguria kombëtare ja lën Gyshit të Durrësit. që s'kan lidhje as me sigurinë dhe as me burrnin. E qartë, faleminderit edhe Karanxha. Tani çështja e ekstradimit sigurisht merr kohën e saj. Po nëse Ermal Beqiri nuk ekstradohet, çfarë ndodh? Mund të ndodhi ose më saktë, mund të ndodhi që mund të mos ekstradohet. Janë si pista ekzistojnë gjasat janë, natyrisht, sepse pretendimet e shtyti francez gjithmonë janë referuar të dhënave që dalin nga ekipet hetimore të vendit përkatës, nëse marrin telefonin për shembull të Beqirit dhe i bëjnë një krehje atij telefoni, aty mund të më duket që s'ka enkur është shaka përpara telefonit të Beqirit. Se aty do kemi në pretendimin e komunikimeve me shërbime të rrangjeve të pretenduese të paktën nga media franceze, jo Mossadi dhe rusit e kuptojnë që jemi në një trekën shërbimesh që aty pastaj edhe lidhjet me kryeministrin e vendit zotin Rama që janë të shpeshta të shumta sepse ai kishte dhënë aksesin, ka i gjë këtu. Te kjo histori biznesi, histori kriminale kësaj dosje, ne kemi paxhanakun e kryeministrit pjesë të hetimit. Atje del edhe bashkëshorta e kryeministrit. Tani, kjo histori, Beqiri ka material të bollshëm për të shantazhuar e prorët e djeshëm të tij, të biznesit të paktën. Ndaj këtu vjen që kështu si jo fort i qartë ndërhyrja e strukturës së posaçme me përgjigjen ne dinim. Prandaj paguhesh për të ditur. Por njëkohësisht edhe aty edhe për të arrestuar. Jo për të autorizuar të bëj biznes gjysmën e Evropës dhe pastaj kur pse një aksident ai ndalohet dinim ne. Po kishim thënë atyre, kishim dërguar letër porosi. Për çfarë? Letër porosi dërguar për presuar hetimet nëse ka episode atje. Por letër porosi nuk di për çfarë arsye ka dërguar prokurori i strukturës së posaçme në Francë autoriteteve përpara ndalimit. Cili është shkaku dhe motivi edhe ligjor, edhe hetimor, të cilin drejtuesi i strukturës nuk e bëri transparent, nuk e tha, përse duke i shtuar pikpyetjet e hetimit. Ardhja e Beqirit sigurisht do zgjeroi pjesën e hetimit. Dhe çfarë i ka munguar prokurorit me mungesën e Beqirit në hetim? Dëshmia e tij, marrën pyetje e tij sepse materialet e tjera me kontroll të shumta që verën që Bospaku dhe më kanë bërë përshtypje sidomos në vendimet e fundit kur pas 2 vjetësh të kontroll banese. Po merrni edhe një ekip bojagjisht të lyni shpinën, se pas 2 vjetësh nuk kanë aty s'ka as komshi rrotull, jo gjën banesë. Se unë bësh kontroll banese pas 1 viti pas 2 vjetësh. E ke prokurorin këtu, kontrolli banesë është emergjenca fillestare me pretendimin të gjesh prova, po një mjet elektronik ku do hulumtosh më vonë. Ti shko mas 1 vit 2 vjetësh kontroll banese, kontroll zyrash, ku ka 2 vjet që gumëzhin gjithë Evropa se po jetohet Balluku, Beqiri, Rama, Linda, Qameti i oborrit qeveritar, do bësh kontroll banese pas 2 vjetësh. Formula e pagëzimit vlen tilla raste. E dim gjithë. Në 8 nëntor 1460. Vonesa të qëllimshme? Po unë nuk besoj se janë mungesë profesionale. Tani Karanxha na ndihmon, besoj me dijenin e një prokurore apo të një studenti se çfarë duhet bësh kur shkon një vend ngjarje, si duhet sillesh, a do kontrollosh personin fizikisht, makinën, shtëpinë, zyrën. Këta janë adresat fillestare ku edhe një oficer policie pa ja shënuar detyrat prokurorit që është mbreti i hetimit, i kryen si veprime. Dhe ti tani më vjen para arsye të re, të bëjmë kontroll banese Belindës në Vlorë. Kur më 6 muajsh? E kemi. Po nuk do gjesh as shpinë, jo kontrollin e banesës. Apo zyrën në Kashar, po marrim X al kontroll. Apo do kontrollojmë as shtatzan apo jo? E kemi çështje. Se kjo ka mbetur. Pa e kontrolluar struktura e posaçme. Pra shoh veprime si thosh të ngasta, njëkohësisht edhe në përgjigjen e pyetjes së zotit Bra kur e pyetën, "Ore, do bësh një kërkesë të re për ta çuar kuvendit ti për imunitetin zotit Balluku?" Kjo as mish as pes as posjo. Kur kishte më pak prova, më pak dëshmi, më pak kanose të cilat janë shtuar në periudhën e mëvonshme, ti bëre një kërkesë. Tashmë me zgjerimin e hetimit, me shtimin e akuzave, me shtimin e miliardave të pretenduar si të abuzuara, të mungojnë provat për të shkuar aty
pak rëndësi ka se cila është sjellja e kuvendit me rrëzim apo pranim të kërkesës. Prokuroria ka detyrën e vet, e depoziton kërkesën. Pastaj se si sillet kuvendi, se si votojnë ata, është një çështje që nuk i përket prokurorisë. Ti kryen detyrën tënde. Sigurisht. Ne si gazetar na lejohet të ngrenim dyshime, sepse sigurisht në bazën e dyshimeve ne ndërtojmë edhe një historik dhe ndërtohet edhe thellimi i jetimit dhe gjitha me radhë investigimit. Ermal Beqiri, një biznesmen i cili merr tendra në aksh. Ka marrë persona pengo, andi dim gjithë. Është e ka thënë vetë prokurori. Gerold Meçan. Kanë marrë, nuk është vetëm një rast, ka dhe raste, kanë marrë biznesmen peng. Ka dhe të tjerë? Po, kështu thonë ata, burrat gjë kanë hetu atje. Tani ky merr persona peng. Kërcet Dajagu e dy fegu aty. Po kjo prandaj kanë thënë organizat kriminale. Buxhetin e kanë kërdis akshin e qeverisin ata. Ajo Sojnika që shkon e vjen atje drejtoresha. Se këtu kemi Beqirin, kemi Karçanën, kemi të Barzanakun, kemi Gysin, kontrollorin e sistemit. Kush është aty te vitet e Gysit? Kush bën shantazh dhe kush tremb? I di Ermali këtë? Kemi bindur që i di Beqiri, i di Agasi. Tani, para jave kishim në lajm, Gumzhin, kolegët tanë duke thonë që është pezulluar gjysma e Durrësit se ka shku kryeministri thaj drejt me Gjys Agasi. Lajm mediatik i shfrenuar. Përse arrestuan Beqiri më i sigurt do ishte në Shqipëri, s'do arrestuan askush. Aty ishte aksident ndalimi i tij. Në Tiranë, në Durrës, në Shqipëri, s'kishte kokër polici që i shkonte te dera. Siç ndodh me të tjerët, me Agasin dhe shoqërinë e tij. Dhe qartë, ndoshta shkon edhe PKH-ja për të bërë arrestimin. Po rruga. Po rruga edhe kjo që thon ju. Ekstradimi Karanja nga pikpamje procedurale sa mund zgjasi. Ekstradimi është një çështje, dhe nuk është se çështja zihet në themel, plotësohen kushtet formale, niset kërkesa nga Shqipëria me masën e sigurimit, që është zbatuar atje dhe kanë afate, do kaloj procedura gjyqësore. Do verifikohet nëse plotësohen kriteret ligjore sipas ligjit francez që ky person të vi në Shqipëri. Mund të jetë procesi përndjekjes politike e tjerë, të do ngrihen pretendimet nga ana e mbrojtjes. Se sot persekutohem nga Rama, më ka dhënë shumë tendra. Tash ai ka drejt ngrej pretendimet. Si që rasti i Shtufit që thamë persekutuar nga Rama, më mbyti me punë, nuk vi dot. Do të shikohet rast pas rasti sepse nuk i dihet, domethënë se çfarë pretendimesh personi mund të ketë. Kanja, ju dini më mirë se në cilë mund të jenë kushtet ndaluese për ta sjellë. Ndaluese kur gjyqtarit francez i bushet mendje që ky nuk do ketë proces drejt në Shqipëri. Pra do ketë një proces të paragjykuar politik. Dhe proceset politike me thon drejtën këtu sa. Janë drejtësia e re, ata kanë mburur, kanë mbështetur. Tani drejtësia e re me raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit na vjen keq me raportin me një strukturë. Raporti ishte zi. Ose një strukturë pranë Departamentit të Shtetit kishte vënë drejtësinë të parën për korrupsion. Pra ishte shuplakën e parë. Prokurorë me gjyqtar, po. Drejtësinë e re në Shqipëri, tha korrupsionin drejtësi, tha i sugjerojmë biznesmenët amerikanë, sepse kjo është një strukturë këshillimore pranë Departamentit Shtetit dhe i pajis me informacion. I pajis me informacion shtetësit amerikanë që vinë për biznes Shqipëri. E para keni një sistem gjyqësor të korruptuar, thot. Keni një administratë të korruptuar, thot. Keni mungesën të transparencës, kemi mos reagimit policisë në kohë. Mos pijojnë qezme, mos dilë natën. Mos funksionimit të shëndetësisë. Pra, domethënë ai një raporti i Osagut e ka bërë, domethënë i ka dhënë një shuplak propagandës 10 vjeçare të drejtësisë. Pra një që tha, kemi luftu korrupsionin, kemi luftu se ne kishim prokurin e krimeve të rënda, e kishim modifikuar dhe e luftonin. Unë kam përmendur rezultatet e krimeve të rënda është më i mirë se sa jemi 10 vjet mbrapa, kemi harxuar dhe 400 milionë euro dhe ne kemi dhënë lekë me shkatërru sistemin e drejtësisë. Dhe me drejt duhet pa gjyqtari francez do ta shohë. Gjyqje politike ka pasur, por nuk po i përmenim. Domethënë ka pas gjyqje thjesht do politika robi është në burg. Pra nuk lidhet prova ose sepse nga duken këto, nga standarde dyfishe. Për të njëjtin, ta mama i filmi, ligji, ndorën e Maligjit, njërit leçëm, tjetrit shkop kokës. Pra për shkaqet njëjta, njërit është gjithë shkop kokës është fundos, tjetrit ti vazhdo. Dhe gjykata franceze, që t'i kthehemi, do ta shohë, jemi para një paragjykuara, do jetë gjykata që do vendos, por realisht në Shqipëri ka ndodhur, po është shkatruar sistemi, po. Kështu që do ta shohë rast mas rasti, pse jo mund t'i ndodhë si Ben Ameta. Fati që Ben Ameta mori azil politik, atje tregon që këtu nuk është mirë. Pra janë fakte këto. Domethënë avokatët e Ermal Beqirit mund ta marrin raportin e departamentit dhe e mbrojnë aty. E thënë thjesht.
Se ka sulmuar ende Rama që të përdoren si mesazhet e Beketit që dyrë se mëse humbëm 120 milion euro në arbitrazh. Ndërkohë që sendet e ato sendet që ne jemi të sekuestruar për vite të tëra ushiten në ankant për 3.000 euro. Pra ne kemi hongër kolpo si shtet 130 milion euro, ndërkohë që të patën e kapën 3.000 Pyetja euro. këtu është Rama ku gjendet në këtë histori? Pa jo. Kryeministri i vendit ku gjendet? 130 milion euro. Është në aferat e përbashkëta me Ermal Beqirin, sepse unë jam tërësisht i bindur që nëse telefoni i të ndaluarit aktual kontrollohet nga autoritetet franceze të cilat ja përcjellin autoritetet shqiptare, duhet kemi në dini këtu që edhe francezët janë pjesë e grupit bashkë me Belgjikën dhe Hollandët të Londës së Sky Anchorës. Pra ata kanë materiale edhe të mëparshme, edhe ka një prokuror francez është prokurori drejtues i grupit për gjithë magazinat në Sky Anchor. Dhe unë kam përmendur herë ka qenë një nga prokurorët francez kur është njohur me badërdinë e komunikimeve të bandave të pushtetit politikës nëpërmjet Sky Anchor, thanë kur të mbaroj kjo histori duhet vajtur në Shqipëri dhe duhen fikur dritat në shumë institucione. Ka thënë tekstualisht kështu për Shqipërinë? Kështu. Duhet vajtur dhe duhet fikën edhe kur ti shkon për fikur drita në institucion, ke marrë vesh pikrisht nga këto materiale hetimore që prokuror, gjyqtar, bandit, deputet, ministra, kryeministra kanë qenë bashkë në një zyrë. Kanë masakruar vendin. Pra kjo është, pra ata janë të informuar për sasin. Nga Sky Anchor s'ka dalë gjë përveç se këtyre të grupeve kriminale. Ka dalë plot, janë ministra, deputet kanë dalë, po okej, dakor. Ministra, do them unë, 4-5 ministra në trafikun e drogës. Kanë dalë antarë të vetingut, duke bërë pazare. Të drejtësisë re, duke bërë pazare. 500 milion shkallë parë, 1 milion shkallë dytë. Aty i ke pazaret, aty i ke komunikimet. Reagimi i drejtësisë për të ndëshkuar këtë, kjo mungon. Madje këta Dhe që kanë raporti i fundit që tha vini, PVO. që thot Karanja me të drejtë, raporti i fundit në këtë adresë shkon sepse mjaft është mjaft. Ata po marrin informacione të vazhdueshme të mos reagimit, të përfshirjes, të konsumit, të atyre që janë targetuar të shkuar në zyrë për tjetër punë dhe po bëjnë një tjetër punë. Po korruptohen vetë dhe s'po luftojnë korrupsionin. Këtu kemi mbërritur ne. Ndaj them që Beqiri duhet një histori shumë interesante.